Përshëndetje miqtë mi, mirë se vini në kanalin tim Teatarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Teatarot 2025. Dhe tani do të shikojmë dy shenjat e tjera të horoskopit për muajin prill. Peshorja. Energjia shpirtërore, një moment balancimi karmik. Çdo marrëdhënie po të tregon diçka për të vetvlerësuar veten tënde. Dashuria, mund të përballesh me një zgjedhje të rëndësishme, të qëndrosh në një situatë të njohur, apo të ndjekësh diçka që të trëmbë, por të rreq gjithmonë shpirtërisht. Financat, vendime të rëndësishme, sidomos në bashkëpunime, mos bëj kompromis vetëm për paqe të përkohshme. Këshilla shpirtërore, kur vendos kufi, universi të respekton më shumë. Dhe ujori. Energjia shpirtërore e ujorit, zgjim dhe ndryshim i fortë i vetdijes, po largohesh nga modelet e vjetra. Dashuria, lidhje të papritura dhe të posakonta. Dikush mund të hyjë në jetën tënde dhe të ndryshojë perspektivën. Financat, ide shumë të mira, por duhet i kthesh në veprim konkret. Këshill shpirtërore, transformimi ndodh kur vepron, jo vetëm kur mendon. Këto ishin dy shenjat të horoskopit për muajin prill. Faleminderit shumë, miqtë mi.